kam unë fare. Unë shoh sport, shoh filma, shoh këta, kënetën në darkë, kur? Ja vete futem në herë në YouTube, këtu futa dje, isha atje të ajo, më hoqen dëshirën për të fjetur gjume, kuptonove? Edhe ato 3 orë që flet. Çmenduri. Një hata e madhe. Po mirë, si u çmend gjithë bota këtu? U çmend Bashkimi Evropian, u çmend Banka Evropiane e Investimeve, u çmend, u smurën gjithë këta që mbështesin Shqipërinë, u smurë Komisioni Evropian, që thonë na kanë vënë të parët në klasifikim në rajon për menaxhimin e financave publike, për prokurimet publike, u smurën të tërë. Vetëm këta janë në rregull. Këta që duan bufin e kënetës janë në rregull. Këta që duan ta kthejnë Shqipërinë në hon janë në rregull. Nga trut. Vetëm këta. Populli është i smur. Dhe prandaj unë them mirë se këtu s'kemi ç'a bëjmë ne. Vetëm këtu s'ndërrymë dot se mediat janë të lira, thonë ç'a duan në tërë harkun mediatik, ju e dini mirë, do më në shko nga një ekran të tjetri vetëm nga këta ke, edhe nuk kemi ç'a i bëjmë, janë pushtet në vete ata, pikërisht se këtu ka demokraci, s'ka autokraci, dhe mirë populli kush harxhon kohën me ta që i shef. Por ama, një gjë është e sigurt, në fund fare, nuk lëvizin ata do të një mendje, nuk e lëvizin nga këtej. Ata që janë çyryk, ata janë punë të tyre, kënaqen duke parë këta kënaqen duke i folur atyre, po janë minorancë. Pikërisht se shqiptarëve nuk i jep dot njëri mend për politik, janë populli më i politizuar në botë, të japin ujë mbi shlugës, i dinë më mirë gjërat se sa çdo njëri nga këta që janë atje nëpër ekrane, edhe prandaj edhe unë nuk e kam shumë merakun, më vjen shumë keq që i shikoni, që i dëgjoni, po juve edhe i filtroni, me sa duket keni krijuar dhe imunitet, sepse një mënyrë për të krijuar imunitetin është ta marrësh mikrobin, edhe kështu që në rregull. Për të kthyer tani te tema jonë, kemi edhe një tjetër gjë për të folur, sepse kemi vërtet pensionet, po kemi edhe situata të veçanta brenda kësaj fushë që do donim t'i preknim. Faleminderit kryeministër. Në fakt teksa përballë kam ministren ton turizmit zonjën Kumbaro, cilën dua ta falenderoj për gjithë punën që ka bërë për zhvillimin e turizmit në Shqipëri. Dua të ndaj një anekdotë personale. Unë këtë fundjavë kalova si turiste, nuk po e them për propagandë, kalova si turiste këtu në Gjirokastër. Dhe nuk kishte kënaqëri më të madhe se sa të eci rrugëve, veçanërisht si një studente që kam studiuar në vende të ndryshme të Evropës, në Amerikë, ëndra më e madhe për një student kur shkon jashtë, paktën vitet kur kam studiuar unë në atë Shqipërinë që nuk ishte aq e bukur sa që është sot, ishte kur do bëhet ndonjëherë Shqipëria që të ketë kaq shumë turistë, dhe vërtet gjatë kësaj fundjavë ndjeva një kënaqëri shumë të madhe. Ndava me familjen dhe me vajzën time 3 vjeçare që për herë të parë doja t'i tregoja Gjirokastrën e bukur, Shqipërinë e bukur, që siç e thash, nuk ishte aq e bukur kur unë isha në moshën e saj, por fatmirësisht po bëj gjithmonë më e bukur. Dhe ndava jo pa qëllim këtë anekdotë, siç e thash, jo për propagandë, por një gjë që më bëri shumë përshtypje ishte që në përgjithë ato rrugicat e bukura të Gjirokastrës, në bizneset e vogla, bizneset artizanale, minimarketet vogla, apo bizneset tjera familjare, shifje bashkëmoshatar tuaj, pensionistë, të cilët punonin, ofronin shërbime, një super energji që ishte në fakt për tu admiruar. Të paktën mua që nxie fryma edhe kur ngjisja ato majloret, më vjen mirë ta pranoj. Dhe një çështje tjetër që ne po e trajtojmë në kontekstin e reformës është pikërisht dëshira që kanë pensionistët të cilët kanë dalë në moshë pensioni që të vazhdojnë të punojnë, të vazhdojnë derdhin kontribute. Para 2 vitesh ne bëm një ndryshim shumë të rëndësishëm ligjor,
ku ju dha mundësinë të gjithë të vetë punësuarve të vijojnë të kontribojnë skemën e sigurimeve shoqërore, të vijojnë të marrin pensione dhe ndërkohë këto kontribute që derdhin pas moshës pensionit ju reflektojnë në masën e pensionit. Dhe një ndryshim gjashëm ligjor duan ta bëjmë për gjithë pensionistët, pra jo vetëm për të vetë punësuarit, të cilët duan të vazhdojnë kontribojnë në rritjen dhe në zhvillimin e ekonomive të tyre familjare. Dhe kemi ftuar një pensionist i cili zotin Dëfrim, edhe ai duhet jetë ulur diku aty, i cili vijon punon pas moshës pensionit, do e ftoja që ta ndante me ne eksperiencën. Përshëndetje të gjithë. Unë jam Dëfrim Gjoqa, kam një biznes në qafën e pazarit, biznes familjar, me gatime tradicionale të Gjirokastrës, kam disa vite që kam dalë në pension dhe sot e kësaj dite punoj duke shërbyer mistafirëve që vijnë nga të gjitha anët e botës dhe të vendit. Dhe ndihem shumë mirë kur unë shërbej dhe kënaqem kur ata kënaqen me gatimet e Gjirokastrës, sepse Gjirokastra ka shumë vlera, qoftë për gatimet, qoftë për historinë, qoftë për shumë gjëra të tjera. Dhe ikin të kënaqur dhe unë u jap fjalën se do të punoj derisa të kem fuqi dhe do të jap kontributin tim edhe brezave që vijnë i këshilloj që të mësojnë zanatin, jo vetëm këtë zanat, por edhe të gjithë dhe t'i presën këta si në shtëpinë tonë. Kjo është një mesazh tim për të gjithë. Faleminderit dhe miru. Faleminderit zoti Dëfrim, edhe ne me reforma që do ndërmarrim duam që të motivojmë pikërisht të punuarit edhe pas moshës pensionit. Dhe meqense po flasim për skemën e pensioneve, e cila para reformës vitit 2014 ishte thjesht një skemë statike, në fakt skema e pensionit nuk mund të jetë statike. Dhe kjo është arsyeja sepse ne ndërmarrim thuajse çdo vit nisma dhe iniciativa për të rishikuar skemën, pasi ajo është një skemë që evoluon vazhdimisht në varësi edhe të faktorëve demografik edhe incentivave të ndryshme që ne duhet t'i japim forcës punës. Një nismë e tillë, cilën e ndërmorëm gjithashtu para 2 vitesh, është pikërisht që të ndihmonim të gjitha ato nëna, të cilat për shkak të barlindjeve dhe të sjelljes në jetë të fëmijëve, nëse lejen e lindjes e bëjnë mbi një periudhë 1 vjeçare ku shteti subvencionon për gjithë pjesën e kontributeve shoqërore, pra në mungesë të pranisë së tyre në tregun e punës, ndërmorëm një iniciativë për gjithë ato nëna të cilat duan të sjellin në jetë më shumë se 3 fëmijë, shteti i subvencionon ose më saktë paguan për ta kontributet e sigurimeve shoqërore deri në momentin që fëmia më i vogël mbush moshën 5 vjeç, pra e cila është një moshë kur fëmijët shkojnë në sistemin parashkollor, patjetër që nënat mund të kenë 3 ose më shumë fëmijë, po duan edhe 10 fëmijë. E rëndësishme është këtë ndihmë shteti ja jep pikërisht për të kompensuar atë periudhë për cilën ata nuk janë pjesë e forcës punës. Siç e shpjegova në fillim, pra janë 2 element kryesor të skemës, të ardhurat dhe shpenzimet. Në çdo moment, edhe nëse ka rënje të ardhurave, është shteti ai që mbush, le të themi, këtë deficitin, diferencën midis të ardhurave dhe shpenzime, duke siguruar që pensionet të merren sigurisht çdo muaj dhe nëse një muaj nga ana e shpenzimeve, pra rritja e shpenzimeve është më e madhe se rritja e të ardhurave, patjetër është shteti ai që e mbush, le të themi, këtë gropën. Dhe një ndër, le të themi, zgjidhjet e reformës është që ne në terma afatgjat mund të sigurojmë gjithë të qëndrueshmërinë financiare. Pa humbur bërë kohë, dua t'ja jap fjalën zonjës Leonora, e cila është një prej këtyre nënave që ka sjellë në jetë 4 fëmijë dhe që është përfituese e kësaj nisme për subvencionimin e pagesave të saj të sigurimeve shoqërore. Në mënyrë që ajo kur dalin pension të mos ketë humbur asnjë vit nga periudha që nuk ka qenë pjesë e tregut punës. Përshëndetje, mirë se erdhe kryeministër. Unë quhem Leonora Leshi, jam nëna e 4 fëmijëve, për arsye që unë nuk punoj se do të kujdesem për fëmijët e mi, edhe kam dhe një fëmijë me aftësi të kufizuar, edhe falenderoj të gjithë për këtë që më mbështesin, mua, dhe falenderoj Bashkinë Gjirokastër
Ju faleminderit. Tani, koha e atyre që bënin 10.000 ka ikur, dhe 10 fëmijë më fal ka ikur, se jemi në kohë tjetër, gjyshja ime bëri 9. Edhe do i kishte përfituar të gjitha sigurimet, po bëri 9 sepse gjyshi donte vajzë patjetër, ishte allosoj gjyshim, prandaj dhe unë jam pak allosoj. Dhe kështu që vajza doli e 9-ta, mamaja ime. Po në ndërkohë dua të them këtë, janë 15.000 pensionistë që janë në të vetë punësuar. Po pra, dhe që vazhdojnë punën pra, si që është rasti zotërisë që ka një biznes familjar. Dhe ne na vjen shumë mirë që ja u zgjidhëm këtë hall, sepse më para nuk arrinin dot të merrnin njohjen e kontributeve që paguhenin, se quheshin që ishin në pension dhe s'kishin çfarë merrin më. Janë 6.000 nëna si zonja që shteti i mbështet, dhe duke qenë se u përmend një fëmijë me aftësi të veçanta, duhet t'i them zonjës dhe t'i them gjitha nënave që kanë fëmijë me aftësi të veçanta që ne do dyfishojmë mbështetjen për fëmijët. Sepse pikërisht për këtë arsye, për nënat, pra do t'i japim dyfishin e mbështetjes që marrin sot për fëmijën me aftësi të veçanta në mënyrë që të kenë më shumë mundësi të kujdesen për ta, se e kemi shumë mirë parasysh që kujdesi për ta është jashtëzakonisht i veçantë për nga përgjegjësia dhe për nga ngarkesa. Kështu që besojmë shumë që me këto lloj masash brenda suazës së mbështetjes për shtresat e pensionistëve, për nëna dhe kështu me radhë, jemi në drejtimin e dur, siç thoshte edhe sondazhisti i Donald Trumpit, por siç nuk e kuptojnë dot ata që bënin komente. Ndërkohë që ajo që dua t'ju them është janë dhe një sër aspektesh të tjera që ne i konsiderojmë të rëndësishme, sepse pensioni është njëra gjë ose mbështetja direkte, por transporti publik falas për pensionistët është një tjetër gjë. Ajo që do të fillojmë në Bashkitë Qëndraqarku për fëmijët që shkojnë në shkollë, që do të kenë drekën të dhënë nga bashkia në shkollë, në mënyrë që të mos ndërpritet puna e prindërve për të shkuar, për t'i marrë, etj. Dhe njëkohësisht t'i jepet një vazhdimsi jetës përbashkët të fëmijëve që nga mësimi të kalojmë pastaj tek bërja e detyrave në shkollë, tek aktivitetet e tjera që po i zgjerojmë për fëmijët, qoftë me sportin, qoftë me artet dhe zejet. Besoj që dhe këtu jemi në rrugën e dur. Kemi një tjetër gjë që është një kërkesë e shumë pensionistëve për të rritur moshën për check-upin falas, dhe do ta bëjmë këtë gjë. Do t'ja urisim moshën për check-upin falas pensionistëve. Është një kërkesë që ka ardhur nga shumë pensionistë për ta pasur këtë gjë. Check-upi që ka qenë shumë i përbaltur, ka treguar që është shumë i vlefshëm sepse ka ndihmuar jashtëzakonisht në parandalimin e smundjeve që mund të përshkallëzoheshin në pika pakthim, duke i dhënë shumë njerëzve informacion që duhet të kujdesen për këtë apo për atë, që ngjarje që kishte filluar në organizmin e tyre. Dhe në këtë mënyrë besoj në tërësi ne
nuk lajmë dot borxhin ndaj jush, është një borxh shumë i madh që vendi, që gjeneratat e reja ju kanë, por së paku gjithçka që kemi mundësi dhe çdo mundësi të re që krijohet e kemi vënë dhe do ta vëmë në dispozicionin tuaj, pa diskutim. Edhe duhet të them dhe një gjë të fundit, për sa i përket pensioneve. Gjë që ka të bëjë me pensionet në Greqi. Në Itali, ne kemi zgjidhur me njohjen e pensionit, edhe ka mbaruar dhe procedura e pafundme burokratike e shtetit italian, dhe më në fund, nga muaji qershor, fillon zbatimi. Ndërkohë me Greqin, ju e dini shumë mirë që ka ardhur koha tani që një pjesë e madhe atyre që vajtën në fillim janë në prag pensioni ose kanë dalë në pension, edhe vuajnë faktin që s'kan njohjen e viteve, siç është rasti i zotërisë që foli atje. Është negociata më e vështirë, sepse është dhe numër i madh. Ne kemi bërë shumë njohje pensionesh me vende të tjera, por ka qenë relativisht jo shumë e vështirë, sepse numrat nuk janë aq të mëdhenj. Ndërkohë që njohja pensione me Italinë dhe me Greqinë janë dy më të mëdha, sepse është volum i madh për ata, pra për shtetin italian dhe për shtetin grek, është një volum i madh që të njohë pensionin e kontribuesve atje. Dhe Greqia nuk është Italia në kuptimin edhe të mundësive e tjera. Dhe ne kemi filluar negociatat, por ama ka gjë. Ne kemi sot në dorë që t'i bijem shkurt. Ne nuk e dim sa mund të zgjasë negociata me Greqinë. Por ne dimi gjë, që në momentin që ne hymë Bashkimin Evropian dhe që shqiptarët marrin pasaportën, thoshin ata që rrugët dje, ka dalë Edi Rama tani me një pasaport, se s'ka qa thot më. Edhe thot pasaportën, se s'ka qa tregon Edi Rama. Kupton? Nuk ka qa tregon. Ndërkohë që në fakt, unë kam qa tregoj në çdo cep të Shqipërisë, dhe ndërkohë që pasaporta është sinteza, është përmbledhja e gjitha gjërave që kemi bërë, sepse nuk ta jep bëje atë pasaportën nëse ti nuk i ke bërë të tëra tjera. Dhe me atë pasaportën ndryshon me njëherë statusi i shqiptarit. Statusi i qytetarisë tonë në këtë, jo në këtë vend këtu, por në këtë kontinent. Dhe në momentin që të gjitha ata që janë në Greqi marrin pasaportën, të gjitha problemet e tyre me shtetin grek mbarojnë. Flas për probleme letrash. Jo leja e qëndrimit, jo leja e punës, jo ma dha lejen, jo s'ma dha lejen, jo do shkoj te prefektura, jo da fendikoj, jo ky, jo ai, mbarojnë të tëra. Madje nuk duhet më as pasaport greke, nëse nuk do të bësh deputet ose ministër në Greqi. Mjafton pasaporta shqiptare e BE-s. Dhe në çdo vend të Bashkimit Evropian, ti me atë pasaport je njësoj si ai që është në atë vend. Asnjë ndryshim. I vetmi ndryshim i vetmi është ky. Ai mund të bëhet deputet, ti s'mund të bësh deputet. Po ama ti mund të bëhesh edhe antar i Këshillit Bashkiak, ti mund të bëhesh dhe kryetar bashkie, ti mund të bëhesh dhe deputet në Parlamentin Evropian, i Greqisë, i Italisë, i Francës, i Gjermanisë, po more do të votat. Dhe shqiptarët, aq shumë sa janë, mund të fillojnë të zgjidhen në këto nivele. Dhe do shikoni që kështu do ndodhi kur të marrin pasaportën. Do zgjidhen atje, do jenë në vendimarrës. Prandaj kjo pasaportë është kaq e rëndësishme. Për pensionet është menjëherë automatike. Ajo
me ato pasaport ti direkt i je pjesë e sistemit të sigurimeve shoqërore europiane. Pra, çfarë merr atje, çfarë jep atje, të njihet këtu, çfarë jep këtu, të njihet atje, po ashtu edhe në sistemin e sigurimeve shëndetësore, çdo gjë. Sot, ju çoni nipat dhe mbesat me studime në Europë, paguaj nga njerë 10 herë më shumë tarif se sa një student europian. Momentin që ata kanë pasaportën, ata janë njësoj, nuk paguajnë absolutisht asgjë më shumë se sa studentët europian që janë në vëndet tyre, më shumë se italianë në Itali, më shumë se grekët në Greqi etj. Nuk paguajnë më. Kjo është pasaporta. Dhe pasaportën nuk ta japin në BE se ke mbush moshën. Se ne moshën e kemi mbush për para shumë vëndeve të BE se jemi nga më të vjetrit në këtë kontinent. Apo jo? Moshën e kemi mbush ne. Na ka kaluar mosha bile. Për të bërë antarë, por nuk ta japin me moshë ata, se mbushen moshën ti. Ta japin se ti u poqe nga koka. Edhe je një shtet që i përgjigjesh kritereve dhe standardeve që ka ajo familje. Se prandaj të fusin brenda në shtëpi. Nuk mund të futesh ti atje në atë shtëpi e thuash unë jam mësuar të ha me duar. Do hash me lugë dhe me pirun. Edhe me thik. E do mbash thikën në dorën. E djath, e majt, pirunin dorën e djath e do ecësh përpara. E të tjera e tjera. Kështu që kjo është ajo çka ne kemi për të bërë, që të bëjmë të mundur pasaportën. Dhe e fundit fare që kam për ju është kjo, se kam fare për ju, se ju jeni më të qartë se sa gjithë brezi i ri i Shqipërisë nga ana politike nuk ju lehtë, do ishte mirë sikur për shembull të bëni një eksperiment në këto studio televizive edhe të merrnin një pensionist ta vinin për analiza politike me analistët, ju do shikonit që ata analistët do ishin komplet të padenj për të qëndruar më aty nga ana pensionit, edhe nuk ka nevojë të zgjedhësh pensionistin. Shko kape njërin, çoje atje, edhe pyete për Amerikën, pyete për Europën, pyete për çfarë duash, po nuk ishte më i informuar dhe po nuk ishte më i qartë dhe më i saktë se çdo njëri nga ata që i thon vetes analist, atëherë unë nuk merrem më me këtë punë. Nuk e kam te ju. Po kur ju thon, ore ç'është ky halli i madh ka dalë Edi Rama edhe kërkon mandatën e 4, se nuk i mjaftuan 3 mandatet na fuste BE, tani thot 4 ti. Duhet t'i thoni, po mirë më dakord. Edi Rama, okej. E kërkon të 4-tin se nga që s'bëri gjë 3 mandate, tani mendon që meriton të 4. Po Marizi, pse nuk është BE? Që i ka filluar negociatet përpara se sa ju të më jepnit mua votën për të bërë kryeministër? 2012-ën? Pse nuk janë BE ata? Pse nuk i kanë futur ata në BE? Apo i kanë penguar unë edhe Malnezi? Po Serbia pse nuk është BE që i ka filluar negociatat në 2014-ën? Po Maqedonia që ndroi dhe emër. Imagjinoni ju Shqipërinë të ndroi emër për të futur atje dhe mos futet dot? Jo, nuk është futur, po nuk ka hapur akoma negociatat. E ka marrë statusin e kandidatit në 2005-ën. Pse nuk është BE? Ndërkohë që si ka mundësi që ne negociatat i kemi hapur vjet, dhe sot jemi te pragu, e thonë ata, nuk e them unë. Jemi te pragu i BE-s me Malnezi bashkë. Si shpjegohet kjo? Dhe neve na kanë dhënë planin në tavolinë. 2027-ën bëni këto, bëjmë negociatat, bëjmë marrëveshjen, 2027-ën mbyllim marrëveshjen, ju jeni në Bashkimin Evropian. Pse na janë dhënë? Për çfarë? Për atletët e mia? Apo se janë të smurë, si që është i smurë populli shqiptar si pas këtyre honxho-bonxhove. Pse? Për një arsye shumë thjeshtë, sepse ne kemi bërë
në një dekadë ato që të tjerët nuk e kanë bërë në shumë dekada. Dhe kemi bërë dhe një gjë ne që jemi këtu, falë mbështetjes tuaj dhe bashkë me ju të 800.000 njerëzve që më dëgjuan kur thash se këta thonë ç'është ky hall me këtë njeri, njerë thot tepsia, njerë thot kazani, njerë thot ku di unë. Po tamam, ashtu janë, të vërtet. Më dëgjuat kur ju thash që ma jepni votën që mos mbajt të tjerë në prerë që të shkojmë Bashkimin Evropian. Se me të tjerë në prerë nuk e bëjmë dot shkëputjen e drejtësisë nga politika. Ju kam thënë këtë gjë, edhe ju thosha mos gjoni Kazani. Këta duan tepsin. Këta janë këtu për tepsin, nuk janë këtu për Shqipërinë. Dhe që ishin për tepsin, as nuk diskutohet fare, se për çfarë. Këta thonë që është kjo tepsi në fushat, se ne duam program. Po që program do? Qa programi do ti nga bufi i Kënetës, kur ti shef bufin, qa programi do ti nga bufi? Mjafton shife bufin dhe e ke parë programin. A po, do të gënjesh vetën ti, që ai nuk është buf. Vazhdo. Kemi bërë atë që nuk e ka bërë njeri në historinë e këtij shteti. Që nga 1912 kemi marrë vendimin të heqim dorë nga një pushtet i jashtëzakonshëm, që është pushteti i politikës mbi drejtësinë. I jashtëzakonshëm për politikën, por i dëmshëm për shoqërinë edhe për vendin, edhe për popullin. Kemi hequr dorë. Kemi marrë shpatën që e kisha unë atje në zyrë nga 1912 kalonte dorë më dorë, mbretëri, diktaturë, demokraturë, qatë doni ju, ajo shpata ishte në zyrën e të parit. Vendoste i pari se kush dënoj e kush s'dënoj, apo jo. Dhe prandaj ne për turpin e madh të kësaj politike, të burgosurin e fundit politik e kemi në kohën e demokracisë. Fatos nano, ne kemi burgosur politik në kohën e demokracisë, sepse e kishte bufi shpatën në zyrë. Edhe me atë shpatë, bam, i ra kryetarit të opozitës edhe fundin burg. Ne morëm vendimin shpatën të dorëzojmë. Altin Dumanin e njini ju, të tërë e njini, apo jo? Të tërë e njini. Nuk ka shqiptar që nuk e njeh sot Altin Dumanin dhe respekton shumica dërmuese me të drejtë. Po Altin Dumani ju mendoni që lindi në 2020? Jo. Mendoni që doli nga shkolla në 2020? Jo. Ka qenë prokuror vite të tëra Altin Dumani. Njeri me integritet. Nuk i thua dot që nuk është me integritet. Njeri me kurajo, nuk i thua dot që s'ke kurajo. Njeri që beson ato që bën. Pse nuk thiri ndonjëherë Altin Dumani, jo të thriste figura të njohura. Po pse nuk e thiri Altin Dumani njëherë një deputet? To është hajde këtu ti. Më thuaj pak si është kjo punë? Ose në i drejtor të madh. Pse nuk e thiri? Aty ishte Altin Dumani në prokurori. Sepse nuk e kishte pushtetin ta bënte këtë gjë. Sepse shpata ishte në duar të politikës. Ishte i çarmatosur, ai dhe të tërë tjerët. Dhe ishin vegla. Jo ai, por shumica dërmuese e tyre ishin vegla. Bënin çfarë i thoshte politika për interesat e politikës. Pastaj, kur politika s'kishte ato interesat e veta, këta bënin llumin dhe zullumin që i bëri me
17 shtëpi me 40 prona që ja u kishte dhënë Vjera. Vjerrat më bujare të botës dolën vjerrat e këtyre. Më dha Vjera këtë e më dha Vjera atë. Të tëra para të marra nga korrupsioni. E bëm ne. Tani dalin këta edhe thonë, si ka mundësi që këta kërkojnë votën, kërkojnë mandatin, kur kanë gjysmën e qeverisë në burg. E para punës njerë që ne nuk kemi asnjë nga qeveria në burg njerë si fillim. Kemi nënhetim, kemi në gjykim, apo kemi të dënuar njerëz që kanë qenë në qeveri, në mandatën e parë, apo në kërkim dikë që ishte zëvendësi im, që nuk ishte në qeveri kur mori arratin. E para. E dyta, ne kemi 3 mandate, mbi 60 ministra. Sa janë ta? 4, 5, 6, more edhe 10 po t'ishin. Kush e solli këtë situatë? Si u erdhi kjo punë që edhe brenda nesh drejtësia bën atë që do? Kush e solli? E sollën këta. E sollën këta që tani thonë po mirë, se këta mendojnë, shiko çfarë mendje, këta mendojnë që me duart e Altin Dumanit, me duart e drejtësisë, do marrin pushtetin këta. Duke na vënë ne gjoja në pozitë vështirë, po mua s'më vën dot në pozitë vështirë me këto, sepse unë për këtë kam luftuar që edhe në shtëpinë, çka nuk ka takim tjetër para këtyre. Marrëm me këta një herë, tjerët pres. Edhe në nuk e di ai se nga vjen forca ime. Edhe në rastin kur goditet brenda nesh. Patjetër që nga pikpamja njerëzore unë ndjem keq. Por nga pikpamja e detyrimit ndaj jush, po unë do isha tradhtari më i madh i juaj. Në radhë parë, nëse do ju thosha, shikoni, unë dua mbështetje, mi hiqni këta nga preri, dua që ta kemi vetë timonin, se ishte edhe timoni përveç tepsisë, tani u kujtova. Mi jepni timonin, më hiqni nga preri këta që i flasin shoferit, që të shkojmë përpara. Se ata nuk flisin shoferit, ata të kapnin timonin për pazaret e tyre, dhe që të bëjmë drejtësi, që të godas majtas dhe djatha, se kam thënë atere, do isha tradhtari më i madh juaj nëse sot do ndodhte kundërta, nëse sot do të ishin ata që janë kundërshtarët tanë përpara drejtësisë, ndërsa nga ne, të tërë ne, do dukeshim gjithë si ëngjëj. Çfarë do ishim bërë ne? Do kishim bërë Shqipërinë gati për Bashkimin Evropian? Jo. As nuk do na besonte njeri, se do donte të thoshte që përsëri drejtësia ishte e komanduar. Kështu që nga pikpamja njerëzore jam i keqardhur, nga pikpamja politike dhe nga pikpamja e detyrimit ndaj jush dhe ndaj gjithë atyre që më kanë dhënë votën, unë jam ballart. Shumë ballart biles. Sepse nuk është detyra ime, nuk është detyra jonë si pushtet ekzekutiv të bëjmë detyrat e drejtësisë. Nuk të çon qeveria në burg. Nuk bën qeveria hetime edhe përgjime. Këto janë punë të drejtësisë. Shtëpia jonë është krijuar për të quar njerëz në parlament, për të qeverisur kur kemi mandatën e popullit, dhe në shtëpinë tonë kush bën gjëra të palishme, duhet të ndëshkohet. Dhe kush do të ndëshkojë? Partia? Jo. Partia ka pjesën e vet, distancohet etj, por është drejtësia. Kështu që në këtë aspekt ata përpiqen të çorodisin Miletin e të thonë që shikoni tani se këta janë gjithë në burg. Jo, fare, hiç, zero. Ne jemi më shumë se të qishim do jemi, sepse historia e kësaj partie, ja kam thënë unë atyre, por nuk e kuptojnë ata, është një bie mirë angrien,
apo jo? Ju falenderoj shumë edhe jam shumë mirënjohës. Jam shumë mirënjohës për mbështetjen tuaj, sepse